Për shëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam menduar se përgatitë një iftar shumë të shishëm që ja vlen ta provoni secila motër dhe një iftar që bëhet perfekt po ashtu edhe për mysafir. Krejt që kanë nevojitën janë 1 kilogram, kështu me kofshat pulës që janë të hopura, i blej tek turqit, i kom pastru pra mirë, vaj ulliri, një 20-30 ml, 6 thelbi hudhër, një lugë të gjellës me biber të kuq, një lugë të gjellës me veget. Kjo është për mi marinu pra mishin e pulës. Në anën tjetër për përgatitjen e sosit për patate, sepse 1 kilogram patate i kom qeru, i kom ngri hallë dhe i kom fut në furr në 220 gradë për 15 minuta që të kem hazër që mos ta zgjati veten. Për përgatitjen e sosit na nevojitin 300 ml qumsht, 300 ml shlagzane për ndryshe ojk, 200 gram djath kaçkavall, një lugë të gjellës me miell, një lugë të mesme plot me biber të kuq, një lugë të çajit biber të zi, një lugë të mesme veget, një lugë të çajit ju plot me muskat, me mesa, edhe 50 gram me buter për ndryshe gjolp. Tek mishi pulës, pra, bismillah shtojna biberin e kuq, thelbit e hudhërës që i kemi ndridhur, vegetën, se dhe vaj ulliri ose vaj lule djeli. I përzina thashtë mirë, mishin e tash fillojna me njëherë me përgatitjen e sosit, pasi që i kemi përgatitjen edhe mishin, sepse e kom pshu shpërejtin edhe në zejtin gjirja. E shtojna shlagzane për ndryshe ojk, mandej e shtojna qumshtin, buterin, melmesat, që i përmenda, miellin, një lugë të gjellës, 200 gram me djath kaçkavall ose çfarë të keni, mozzarella, çfarë që thënë shpe. Tashti e pëlqejnë shpëretin prap, edhe përzina, edhe këtë sos. Tash e përzina pra sosën ashtu me tel të durrës. Furrën pra e kom çu në temperaturë 220 gradë. Tepsin e kom pali pra me gjolp, edhe i kom rendit patatit. Tash e shifni. Për një 20 minuta i leni pra në furr, ashtu, si që janë, pak krip, pak kurgjajsh, veç pastrume edhe mbi tepsin e lyrë me gjallë. Edhe sosi duket kështu. E ziva për një 5 minuta në temperaturë të tresh, derisa të merr vaj. Në anën tjetër e heka tashti edhe tepsin prej furrës, për 20 minuta pra kom lanë kështu veç patatet, tepsit lime me gjallp për 20 minuta në furrë që të zbuten. Tashti e marrim bismillah sosin e përgatitur edhe ja u qesim patateve për mi. Bismillah, pra ja u qesim sosin. E përzina pra mirë sosin me patatet në tepsi, mandej e qesim mishin e pulës që e kemi marinu për mi. Patate. Tashti pra e marrim mishin edhe e renditim për mi. Me njëherë e fusim tepsin, mandej masi ja kemi qit letrën për pjekje të lagur me ujë si gjithmonë ja qes, e fusim mandej në furrë. Tepsit madhe e hekni një gajle shembull të ushqimit, nëse keni mysafir me bollak shembull, një gajle të madhe. Sepse e shteni në tepsi me njëherë në furrë, pra për njëherë. Nuk keni nevojë kështu me përly, s'ti sa edhe pse nuk ka problem se me pastru, por veç tash me njëherë me një rend.
Tash të pra e fusim tepsinë në furrën e nxehur, temperaturë 220 gradë. Prap mbasi ja kemi qitë edhe 2 letra kështu të lagura me ujë sepse është tepsia 42 cm masia më e madhe. Tepsinë e kemi hequr prej furrës 220 gradë për 35 minuta. Lumi ai që ka me përgadit edhe ka me hongër qëtë ushqim. Ja vlen ta provoni si cila vete, pra si për familjen tuaj, si kur të keni mysafir të ftuar, për iftar ka mjo kënaq. Kështu që neve na beft mirë, juve po ashtu që përgatit një lumë shënduart, Allah na pranoft agjerimin lutje tona e tjeri në recetën e radhës, nga kuzhina Nerit ju tham miru pofshi.